Mirë, vjojmë të metemi në këtë transmetim të drejt për drejt, e kësa ora shënon 7:56 minuta, po përfitojmë nga rasti për t'ju thënë mirë mëngjes gjithëve ju që ndoshta jeni bashkuar në këto momente në ekranin e Vision Plus, ku ne do të flasim për edicionin e dytë të Albania's Got Talent. E shumë pritur nga ju, është kuptuar nga komentet, ky edicioni dytë me atë që e lam si një sukses pas të talenteve që dolën në pa dhe që Vision Plus i dha mundësinë për të sjellë ndoshta një frymë ndryshe të talenteve në disiplina të tjera. Ne do të jemi sot me producentin artistik Ardi Aslani. Mirëmëngjes, unë jam drejtori artistik në fakt i programit. Mirëmëngjes. Për vit të dytë, mirëmëngjes, mirë se u gjej. Nisim sot është mendoj që gjatë gjithë periudhës verës është bërë një krehje shumë e fortë e të gjithë territorit shqipfolës për të gjetur atë talentin që mungon në skenat shqiptare, për të gjetur atë talentin ndryshe, sepse kjo është edhe thelbi i Albania's Got Talent, do të thotë që një njeri që vjen aty për shfaqur talentin e vet duhet të ketë diçka speciale, domethënë nuk mund të jetë i zakonshëm. Dhe këtë jemi munduar në mënyrë absolute ta bëjmë vjetë dhe si vjetë sigurisht, po si vjetë na shtohet përgjegjësia më tepër për shkak se edicioni i vjetëm që një edicion i suksesshëm. Edhe duke qenë kështu shkojmë drejt një viti sfide, le të themi. Ky është një vit sfide, pa diskutim. Dhe në fakt Ardi jemi shumë kurioz, duke qenë se je shumë i përfshirë me punën që bën, je nga ato personazhe që i shkon deri në fund. Po ne bashkë kemi bërë një talent show. Ne bashkë kemi bërë një talent show. Nga që të njoh shumë mirë se si punon dhe je i angazhuar maksimalisht. Shkon vetë në qytete, merresh me audicione, i takon çdo njeri, mban. Madje duket pak kështu, si vjetë kur u gjenda në një fshat të Kumanovës, në qytetës fshat, nuk e di si ta quaj, Likovc, nuk e dija që kishte ekzistuar ndonjëherë dhe mendoja që atje kishte mbaruar bota, po atje kemi gjetur një beatbox shumë të mirë i cili është në natën e parë të programit. Dhe kjo në fakt është vështirësia kur vjen puna tek talent show. Po, është e vërtetë. Se ti mbas çdo viti që realizon një talent show, thua që vitin tjetër do jetë pak vështirë, do jetë vështirë për talente, por për hir të vërtetës popullsia në numër sapo vjen edhe dim gjithë që të kurret, jo vetëm në Shqipëri, po në gjithë rajonin. Kështu që edhe mendoj që deri diku besimi drejt të bërit të famshëm me anë të një talenti, mendoj që në Shqipëri tani nuk është më një gjë e përditshme. Edhe kjo është për të ardhur keq, për jeshtë vërtetës. Më duket sikur deri diku të rinjve i është fikur ajo drita e të bërit e të marit, nuk e di, ti ke dashur të bësh aktor me kohë, të bëj televizion ndoshta me kohë, tani ndoshta duan të bëhen në një formë më të shpejtë, domethënë marrin pjesë në një reality show ose në një program të ngjashëm, rrjete sociale ose me këto tiktokerat e famshëm me këto, edhe ja ku janë, por harrojnë që programi jonë është shumë i famshëm edhe në TikTok. Edhe programi jonë është një program i cili shkon viral, fatmirësisht vjet nuk ishin vetëm viral kombëtar, por ishin viral ndërkombëtar me 3-4 numra. Me 3-4 numra. Unë munduam shumë që t'ishte cilësor, jemi munduar dhe si vjet që t'jemi po ashtu. Kemi ndërtuar, do të nisim me një homazh, le të themi, për vitin që shkoj, me një këngë që kemi realizuar për djalin fitues, Tristan Çelër. Kemi realizuar një bashkëpunim me Isli Islamin, dhe është një gjë shumë e bukur, do të jetë fillimi i programit. Më pastaj me shpalosin e talentëve të cilët janë të shumëllojshëm, të ndryshëm. A do të jetë gjithë përfshirës, do ta gjej secili nga shtëpia, do ta gjej vetëm pra grup? Pa diskutim, gjithë përfshirës sepse është i ndryshëm nga grup moshë, domethënë shumë i ndryshëm nga grup moshat. Kemi që nga mosha 7-10 vjeç deri në moshën 7-8 vjeç, domethënë. Interesante, se praktikisht ata të cilët nuk e kanë patur mundësinë për ta realizuar ëndrrën dikur e realizojnë. Po, dhe këta pikërisht janë këta të cilët ti nuk shkon në audicione, po vinë në derë dhe trokasin. Domethënë këta që ëndrrën e kanë mbartur me vete gjithë të kohë dhe kanë gjetur të dritaren dhe vinë këtu poshtë dera Vision Plusit dhe kërkojnë që të jenë pjesë e këtij talent show. Dhe nëse do bënim një, le të themi, rezume të punës që ju keni bërë kërkimore, cilat janë, le të themi, talentet që do të dominojnë këtë vit? Kënga, aktrimi? Dgjoj, edhe ne ndiqemi nga Londra, do më tutorohemi, le të themi, kështu nga Londra, sepse kjo është një patent ndërkombëtare, edhe në Londër vetë, ku është edhe, le të themi, gjeneza e programit, vokali mban peshën kryesore. Ne mundohemi sa më shumë të ikim larg vokalit, sepse talent show
duhet jetë gjithë përfshirës, por që vokali predominon, është i pashmangshëm, ndoshta është edhe forma e menjëhershme të bërit spektakël, do më thënë edhe në shpiti, kur je gjëja parë që bënë është këndon, nuk është që vokali, kërcimi, po ka dhe forma tjera, ka edhe ventrilokuizmin e kemi në 2 raste si vjetë, në 2 raste shumë të mira për hirë të vërtetës, kemi shumë gjëra, nuk di, do më thënë janë shumë, mbajnë mëndë se. Kjo do t'jetë puntata e parë. Sonte në qelim si parin, juria do t'jetë po e njëjta. Isli po e njëjti. Mendoj që Isli është qërshia mitor të këtij programi, mendoj që ai djalë ka dritën balë dhe e bën në më të mirën e mundshme atë program, do më thënë, ndihem fatlum që kam mundësi të bashkëpunoj, do më thënë, e kam dashur Islin me kohë në ekran, e kam dashur Islin për shumë shfaqje tjera që kemi bërë, edhe kur ra rasti për të bërë Got Talent, mendova që në mënyrë absolute është Isli që e bën, edhe ndihem shumë mirë me të. Është realisht qërshia mbitor, do më thënë, është që vjetë dha një performancë shkëlqyer si vjetë, ta garantoj që është dhe 5 herë më mirë, sepse... Dhe duke pa copza nga promo, duket spektakli është i garantuar, nga ka ngjitur në mendje shpreha Monsieur Tysej Magnifik. Tysej Magnifik, Adelina Ismailit. Dhe do donim shumë në hapje e thamë bashkë me Brikenën, do donim shumë që këtë vit ishim dhe ne pjesë Artin. Ti e multitalent, ndërkohë ti mund vish të bësh pam pasajër duar. Me Brikenën do flasim. Gara zjat 12 javë, është një spektakël 3 mujor, 7 puntatat e para, ose serit e para janë audicionet, pastaj kalohet në 4 gjysmë finale dhe për të pasur një finale në fund. Janë shumë talentet gjatë këtyre 7 jave që ne mundohemi, sepse Flori duhet kuptojmë, jo çdo gjë që regjistrohet edhe transmetohet. Ka dhe gjëra të cilat janë deri diku, se talentet që vinë, i kalon në një sit për të respektuar atë kohën televizive, për të respektuar atë që duhet t'i përcillet publikut. Jemi munduar që t'jetë një show gjithë përfshirës, familjar, më bëhet shumë qefi kur dëgjoj gjithmonë njerëz se cilët më thonin, ore, kur do ta filloni? Se kishim shumë qef që uleshim gjithë në shtëpi dhe e shihnim, domethënë, nuk ishte ky fakti që të mbylli veshët fëmijës ose mbylli syt fëmijës, sepse ishte realisht gjithë përfshirës edhe nuk ka asgjë për tu shkëputur nga ekrani, sepse nga numër ti je i ndryshëm dhe thua çfarë do të jetë më pas. Ka dhe diçka në fakt, Ardi, edhe nisur dhe nga eksperienca që kemi pasur bashkë dhe nga ajo që ti sapo the që jo çdo numër që regjistrohet transmetohet. Ndonjëherë është, le themi, edhe dashamirësia për t'i ftuar gjithë në programe. Pa diskutim, po jo, sepse mund të vinë që janë edhe aty pjesë e momenteve të fundit që vinë dhe futen audicion në momentet e fundit, domethënë ti nuk mund t'ja mohosh të drejtën as kërkujt, por kur sheh pastaj që nuk spikat ai talenti ose nuk ka atë që është më mirë që të mbetet në kujtimin e tij. Shkohet edhe në cilësi. Jam e sigurt që do të jetë një spektakël i vërtet me gjithë punën intensive. Uroj shumë të thash, vjet kemi vendosur një stek shumë të lartë dhe jemi munduar dhe si vjet të respektojmë të njëjtën formë. Nuk është e thjesht të gjesh talente, nuk është e thjesht në këtë popullsi, le të themi, ta thash, relativisht për Shqipërinë jemi pak në numër. Jemi pak në numër dhe me gjithë rajonin që bëhemi Shqipfolësit, po prapë kemi dalë, po kërkojmë në Itali, po kërkojmë në Greqi, kemi shumë raste, kur ishim në Maqedoni kishim shumë shtetas Maqedonas, sepse ata nuk kanë një program të tillë, kishim shumë shtetas Maqedonas të cilët morën pjesë në audicione. Do të ketë edhe të huaj Ardi si vitin e kaluar? Do të ketë edhe të huaj, patjetër, do të ketë edhe të huaj. Që këtë natë kemi të huaj. Sot në orën 21 në Vision Plus startojmë me natën e parë të Albania Got Talent. Gjithë sy e vesh, shumë suksese gjithë grupit. Përgjegjësi e madhe, Jona. Faleminderit juve.